Krijimi i Komisionit për Reformën Territoriale Administrative është një hap pozitiv, ndërsa deri tani është vërejtur bashkëpunim mes forcave kryesore politike. Kështu shpreh Niko Peleshi nga Maliqi, i cili theksoi se synimi është që produkti final i reformës të jetë me dakordsi nga të dyja palët, duke garantuar qëndrueshmëri më të madhe në kohë. Nëse i referoheni varianteve që besoj kanë rrjedhur në media nga diskutimet e dieshme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku janë prezantuar disa mendime, propozime, variante nga antarët e Partisë Socialiste në këtë komision, unë nuk mund të nxitoj të them një vlerësim. Natyrisht ka avantazhe dhe disavantazhe për secilin prej varianteve të deri tanishme që kemi dëgjuar dihet, varianteve që mund të furnizohen në komision nga antarët e tjerë të komisionit që nuk janë antarë të grupit Partisë Socialiste. E rëndësishme është që produkti final natyrisht duhet të orientohet nga nevoja për të rritur eficiencën. Peleshi theksoi se thelbi i reformës duhet të jetë rritja e eficiencës së bashkive dhe shfrytëzimi më i mirë i potencialeve ekonomike, veçanërisht në zonat rurale. Në qarkun e Korçës, për të kthyer te pyetja juaj, ne kemi fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri. Siç ka qenë formula para 2015-s, me bashki urbane dhe komuna rurale, nuk mund të shfrytëzonim këtë potencial, bëm një hop shumë të madh me bashkitë e ndërthurura urbane rurale dhe kjo duhet patur parasysh, mendoj unë, për gjithë vendin, veçanërisht për qarkun tonë sa i përket zonës bujqësisë, që formula të jetë një formulë që të çliron sa më shumë potenciale dhe mundësi. Ai shtoi se harta e re nuk duhet të udhëhiqet nga faktor politik apo demagogjik, duke kujtuar se edhe reforma e viteve 2014-2015 ishte një hap cilësor përpara në ndërtimin e arkitekturës së re të bashkive. Unë nuk jam dakord që ky faktor ka qenë edhe në reformën e vitit 2014-2015. Madje jam dëshmitari i asaj kohe, nuk ka patur një faktor të tillë dhe një formulë politike që ka orientuar reformën, përveç se eficiencën. Besoj që ishte një hap shumë i mirë përpara, një hop cilësor drejt arkitekturës së re të bashkive tona, por siç e thash, ka gjithmonë dinamik, ndaj dhe ka ardhur koha për një reformë të re. Uroj shumë, edhe do të luaj edhe rolin tim që më takon si kryetari i kuvendit për të mundësuar një klimë sa më pozitiviste, ndonse jo gjithmonë është e lehtë, është një nga sfidat më të mëdha do të thoja të atij pozicioni, që të kemi një formulë bipartizane. Kjo do të shuante edhe pastaj paragjykimet për një reformë të frymëzuar politikisht. Peleshi mohoi gjithashtu zërat për përçarje brenda partisë, duke i cilësuar ato si thashetheme pa bazë politike. Ai theksoi se debatet dhe diskutimet e gjata janë pjesë normale e demokracisë së brendshme dhe nuk mund të konsiderohen ndarje apo konflikt.